A i dini se çfarë më dhe më shumë? Fakti se infarkti i zemrës mban numrin më të lartë dikshmërie. Shumë njerëz humbasin jetën pa i kushtuar rëndësi sinjaleve që trupi u dha, pa bërë testet dhe kontrollet e duhura. Infarkti i zemrës nuk pyet kush je, çfarë pozite ke apo sa le ke. Prandaj, kujdesi, informimi, edukimi dhe analizat e gjakut janë ato që na bëjnë të kemi një jetë të shëndetshme. Si të kuptojmë infarktin e zemrës? E para njëri janë testet e gjakut. Kolesteroli, HDL-ja, LDL-ja, trigliceridet, diabeti, CRP-ja që tregon nëse kemi ndonjë inflamacion të enëve të gjakut. Dhe një analizë tjetër është LP-ja, lipoproteina. Për të ditur shenjat që duhet të kemi parasysh është dhimbje, peshë në gjoks, dhimbje krahërori, nofull, qafe, vështirësia në frymarrje që zakonisht mund të ndodhi pas çdo efekti të vogël, lëvizje të vogël që mund të bëjmë. Le të kalojmë sërish te LP-ja, sepse ajo është një pikë shumë kyçe për këtë video. LP-ja është një analizë që duhet të kryhet në rast se kemi pasur persona në familje që kanë humbur jetën me infarkt të zemrës. Zakonisht meshkujt përpara moshës 55 dhe femrat përpara 65. LP-ja është një formë kolesteroli, por është më agresiv. Është ai i trashëguar. Lipoproteina matet një herë në jetë, sepse nuk ndryshon. Çfarëdo që të bëjmë aktivitet, mënyrë jetese, ai nuk ndryshon. Me anë të këtij testi, nëse del pozitiv, që do me thëmë vlerat e tij janë më të larta se 50, duhet kemi një ndjekje periodike të mjeku, të rregullt. Tjetër gjë që kemi ne në dorë të bëjmë për të eliminuar ose ulur rreziku nga infarktet janë mënyra e ushqyerjes e duhura, aktiviteti fizik, ulja e stresit, eliminimi i duhanit, eliminimi i alkoolit dhe kontrollet e rregullta. 1 minutë video mund t'ju ketë lodhur, por ama mund të ndihmojë dikën nesër. Shikoni, kjo video është për ju për të kuptuar që mos prisni nesër. Veproni tani, kontrolloni trupin tuaj. Bëni testet e gjakut. Dëgjojeni çdo sinjal që u jep trupi juaj. Shëndeti nuk është luks, është jetë. Ju falenderoj shumë që më dëgjuat, uroj të jeni mirë.